Si mendon Daniel, a është larg apo afër lufta e tretë botërore? Me potencial është ditë për ditë shumë afër atë rreziku. Edhe faleminderit shumë Zotit nuk e ka qenë në rast atomike, që është 80 vjeçar mas Hiroshima, mas Nagasaki, 45-ën, deri sot kemi ba vish akcidentat në atomkraftverk, nuklear. Po jo me forca. Edhe ditë për ditë rrezika është shumë i madh, për këta kemi nevojë për paqe, edhe duhet me fol çka me ba me atë potencial ushtrisë nuklear. Në konfliktin Rusi-Ukrainë, a mendon që duhet mu tërheq Ukraina apo Rusia? Momentalisht Rusia ka më shumë territor Ukrainës. Po. Edhe është në pozit më e mirë. Pozit më të mirë. Më të mirë, po. Tashi, Ukraina a duhet me lëshu? Pra, mu tërheq pak edhe me thonë që kaq forcë, s'kena kaq fuqi, s'kena mujt mo, edhe me leju dhe mu mbyll konflikti, apo si mendon ti që mbyllet ky konflikt? Unë mendova është kohë për negociat në moment. Kur nuk e ki shans për negociat në moment, mas një vjet gjendja është më e shtirë. Edhe unë mendova është momentalisht më e shtirë për Ukraina. Po edhe për Rusia është jo mirë, burat, djemë të ri, vdesin ditë për ditë, Ukrainë, Rusis, edhe krejt, unë mendova për familja, për nanat, për një nanë Ukrajinës, është situacion shumë shtirë. So, unë, për veti, dikush do sulmon Zvicra, për shembull, shtetë jem. Unë kam qef me luftu, me mbrojt Zvicra deri në fund. Ashta është emocion. Po, kur unë jam vdek, atër bir jem duhet me hinë në luft, ose biri i birit. Për këta duhet me ba një bisedimi, një negociat për me... E kalu rrezikun mos me met as ti, as biri i birit. Me pas pache. Paqësu krejt venin, edhe është shumë i shtirë. Unë shpresova për diplomati, Zvicra shteti neutral, ka shans me fol me Rusi, me diktatorat ka shans me fol, edhe me demokratat, edhe kemi nevoj për sukses. Moral, ideologi është një pjesë, po qëtash kemi një problem të madhe, edhe unë shpresova në diplomatike, jo në luft. A beson që Putini tash e ka një mosh nalt, të më thanë, është përshkon të plak, a beson që e sheh vetin si me një farë mision tash para se me vdek me rrit teritorin e Rusisë? A ka motive imperiale? A ka nërmend për shembull edhe në Georgi, me hi në Baltikum, në tjera vende, më mundu me rrit, më konë Putini i madh për Rusinë? Po, pa tjetër. Krejt superfuqi kanë pas motivt imperiale. Osman, GBA për para, kanë rritur, kanë marrë ma shumë territor prej Francë, prej Spania, në Amerikë Veriore. Edhe Rusia ka qef me ba krejt territorët ex-Sovjet Union abet. Kësy në atë kompleksi territorial sigur për para. Edhe pyetja është, shka është mas Putinit, edhe unë mendova edhe Putini ka qef me stabilizu krejt territori, edhe jo me hinë rrezik me marrë krejt botën. Ta është shansa. Ti nuk beson që po ka dëshirë me rritë sa më shumë territorin, po misioni ati kryesor është me stabilizu. Të më thënë, jo tjera republike mu but pavaren, që janë pjesë të Federatës Rusisë. Me kontrolu deti lindore, është shumë i rëndësishme Baltikum, strategjike. Per deti si, është shumë i rëndësishme Krimea. Edhe Krimea, ky ka marrë, edhe një pjesë të Ukrajinës, edhe për Baltikum, duhet me ba një kufi, një bisedim, deri këto, gjendje e sotme, po jo ma shumë.
Po, e kanë enklavën Kaliningrad. Kaliningrad, A nuk po. mjafton për ato? Ata Stalini ka ba shumë inteligent, ka lënë një pjesë Kaliningrad për Federacion Rusi. Rusis, Për shteti Rusis, sikur Neumi, një pjesë Bosnas është në Bregdeti. Ata Tito edhe Stalini kanë ba shumë inteligent me lënë territor, sepse ata republikat s'kanë shans me da. Tash kanë da, Sovjet Union ka da, Jugoslavia kanë da, po janë ma shumë përsi. Ata është problemi, pak.